Përshëndetje shqiptar, mërgjimtar, mirë se erdhët në Zëri i Mallit dhe Sakrificës. Musafiri në radhës është kënaqësia ime të prezantoj mërgjimtarin në radhës, Imre Demisaj. Imre, faleminderit për kohën. Faleminderit. Është kënaqësia ime që jemi sot bashkë. Faleminderit për ftesën. Sigurisht ke pas rast me pa ndoshta pjesë të vogla në Facebookun tim që i kom publiku rreth temës të cilën ne zakonisht flasim këtu në Zëri i Mallit dhe Sakrificës, apo edhe vetë titulli po tregon. Dhe do të flasim për migrimin, nuk e di sa ke pas rast me fol publikisht ndonjëherë, sepse ne flasim me familjar, me të afërmit e tonë, rrugtimin tonë, se kemi ardhur, si jemi largu nga vetëlindja. Por është publikisht pak është më ndryshe. Po, jo në një mënyrë të strukturuar si këtu edhe jo para kamerave, por kemi folur vazhdimisht kur takohemi me shokë. Nga cili vend vjen Imre? Unë jam nga Struga, rreth i Strugës, Zagraçan quhet fshati ku kam lindur. Si ka qenë situata në atë kohë për ty kur ke dal nga Struga për herë të parë? Ma thuj vitin edhe arsyet pse u largova nga Struga. Largimi pas kryerjes së obligimeve të mia atje, pas kryerjes së studimeve, ishte i natyrshëm, shkaku që gjendja sa vinte dhe keqësoheshte. Unë isha duke bërë një praktik në spitalin nefrologjik, që është në Buzliqenit të Strugës, edhe ata kishin marrë aparate të dializës nga Suedia, Gambro quheshin ato aparatet, edhe vinin klient si turist, edhe bënjin plazh edhe bënjin dializë aty në atë repart. Cilin profesion çka ke studiu? Kam studiu Qytetarinë edhe po kam studiu mjekësinë në Prishtinë. Në kohën e demonstratave në 81-shin unë isha ushtar, edhe me njerë 81-shin në Vjeshtë, viti shkollor 81-82, ishte viti i parë i studimeve. Kështu që viti i diplomimit ishte pranvera e vitit 88, disa muaj më vonë, unë isa për në Suedi. A ka qenë Suedia vendi i parë, apo ke pas të rast me shku më herët në vende tjera? Para se të vjen në Suedi? Po, kam pasur për shkaqe ekonomike, nëse nuk si dikur, nëse nuk shkonim të punojmë në Slovenia, po në një vend tjetër, atëherë na u hap mundësia që të dalim pak më tutje, dhe sipas kontakteve që i kishim, kisha një kushëri në Gjermani, edhe isha atje një verë, pastaj isha në Zvicër verën 80 dhe verën 82, pas vitit të parë 82. Atë vit kur Italia e fitoi mondialin, kur Paolo Rosso i bëri 2 golla. Kështu që ai vit historik, unë isha atje krahas studimeve, pastaj si futa këmbët në fakultet në mjekësi, edhe nuk u detyrova të kthehem përsëri ushtar, se ne ishim, kur e kryem ushtrim pas gjimnazit, ne ishim 12+3, nëse nuk e kryen në kohë 2 vitet e para, ti duhet të shkosh edhe 3 muaj të tjera. Kështu që unë e kreva atë në kohë, edhe përsëri duheshte edhe për shkaqe sociale, por edhe familjare, por edhe për shkaqe ekonomike, isha në Amerikë pas kryerjes së anatomisë, edhe kur isha në fiziologji, edhe punova atje një verë, pastaj punova atje 86 një dimër, dhe pastaj hera tjetër që ishte më definitive sa i përket mërgimit, ishte Suedia, me që isha njohtuar, u fejova me një vajzë që ishte leje rrit në Suedi. Në fakt, sigurisht që ke fundit të ka sjellë në Suedi, jo e koincidencat që pas ke pas rast me njohë Suedin pak edhe në kohën e praktikës e thetu me ato aparatet që i përmendëm. Po, me aparatet. Thotë shumë interesante. Po, ishte një lidhje tjetër ma kujtove me Suedin, se si absolvent që i themi ne, në vitet e fundit, në vitin e fundit të studimeve,
shkojnë disa studentë, bëhen këmbime të studentëve, që disa studentë shkojnë ta zëmë në Austri, edhe disa nga Austria vinë në Kosovë apo në viset tona. Unë pata fatin që bashkë me 3 shokë të tjerë të shkojmë në Barcelonë, edhe ishim atje të bëjmë praktik një 4-5 javë në kirurgji në spitalin e Barcelonës, edhe me atë rast aty e kisha një kolegi që po ashtu kishte ardhur nga Suedia, kështu që ishte kontakti im i parë me Suedin nga afër. A ndjesh, a ke mendu dhe herë vetë, a ndjesh që u detyrove me u largu nga vendinja? Nuk kishte dëshirë? Mendoj shumë mirë, po. Pa dyshim që qëllimet e studimit nuk do të thotë që gjithmonë janë të detyruara ose të pa dëshiruara, por a kishte diçka tjetër që detyroi që të largohesh nga vendinja? Nuk kishte ndonjë gjë, kishim ne gjithato presionet politike. Unë gjatë viteve të studimeve jam marrë në pyetje disa herë me që studionja në Prishtinë dhe isha personi dyshimt, por prapë nuk isha unë, vetëm unë, por puna ishte që e kryem fakultetin, ku do të shkosh më tutje. Unë isha në zonës rrembullor, mirë po pas ushtrie përsëri nuk ma dhan atë që i quaj fondi i Titos, që unë mos detyrohem të kem një farë fondi për studim. Ajo u fshi. Edhe kur fshihet ti duhet të shkosh të gjendesh, duhet të shkosh të punosh diku tjetër. Edhe ana ekonomike, por për mua ishte më shumë kjo ana e lidhjes familjare, që më vështirë kishte e fejuara ime të vi atje, se sa unë të vi këte, sepse unë e dinja, se edhe takova në atë klinikën që të përmenda në Strugë, në ato muaj të praktikës, e takova një plak, një kroat që i kishte ardhur për dializë, edhe ai ishte një afër 88 vjeçar, edhe ai më tha, unë tha, kam mik në Belgjik nga lufta, edhe unë e shoh që do bëhet luftë përsëri, që vetëm ik, më tha mua, edhe unë normalisht e kisha ndarë mendjen që të ik. Edhe kjo ishte arsyeja e dyfisht. A ka qenë, si ka qenë reagimet të prindve në atë kohë? Atë kujtohet? Ka në përshëndetje? Po, ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë, sepse e ndjenjim që ishte një kthese madhe në jetë. Mirë po, me që unë jam djali më i vogël, dhe prindët ishin në qetësia ime. Unë isha sugari, kështu që prindët pas disa vitesh me që u bë tollovje madhe atje dhe na i vodhën në shtëpinë këto bandat, na i vodhën në shtëpinë një 4-5 herë të paktën, edhe atëherë u detyruan edhe prindët se na i morën gjithçka, u detyruan edhe prindët të vinë këtu. Kështu që unë kam pas fatin pastaj që të vinë edhe prindët e mi këtu. Interesante, edhe në Amerikë pas ke shku, disa vendi pas ke vizitu para se të vjenë në Suedi. Në vitin 83, kur ka dalë albumi Beat It i Michael Jacksonit. Edhe në 86 një dimër kam qenë atëherë. Cili vit ishte kur erdhe në Suedi? Ishte 88-a, unë isa më 31 tetor nga Struga, nga Shkupi, edhe arrita më 2 nëntor të vitit 1988 këtu. Kisha një mësafer para kësoj here, nuk e di, tani nuk jemi sigurt 88 apo 86 e lajk ishte ardhur në Suedi. Si ka qenë fillimin në atë kohë në Suedi? Si ka qenë, a ke qenë i mesa ardhën në Suedi në atë kohë? E ndjeqësh i tillë? Po, ishte ajo kohë kur ende Suedia ishte Suedia. Edhe aty filloi, si duket, kthesa. Kështu që unë kur e mendoj tani kam ndryshime të mëdha. Së shkaku që kanë ardhur shumë refugjat nga vizet të ndryshme që atëherë. Në atë kohë shqiptarët i kishim ne shqiptarët e më të hershëm të viteve 60, 70, pastaj të viteve 80 për shkaqe politike që kanë ardhur edhe të tjerë që kanë shfrytzuar rastin. Edhe kishte shqiptar këtu, normalisht kur erdha unë, kishte shqiptar këtu, edhe i kishim edhe atëherë takimet tona, se ishte ajo kohë kur erdha unë, viti i parë ishin këto,
greva e minatorëve dhe aktivitetet të ngjashme dhe shihnim nga shkon procesi. Kontaktet e para me Suedest, a kishin njohuri për Kosovën, për shqiptarët, përgjithësi? Si t'u ka duk ty në atë kohë? Sa kanë qenë të informuar? Kur vinte fjala, se normalisht unë kur i prezantohesha, unë i thosha që jam nga Maqedonia edhe nuk kishte shumë hapësirë që të flitet për që të flasun për Shqipërinë e për shqiptarët ose për Kosovën, por kishte gjithmonë nga ata të tjerët të cilët kishin ardhur para meje që e bënin të vetën, ishin shumë të aktive në për natyrisht, qendra të po ndryshme. mendoj Suedesta ishin kurreshtar me ditë për statën tonë, njeftin, do të thotë ne kam pasur raste edhe më vonë me taku që nuk kanë informacione shumë, fakt, ta lexojnë shumë, por ka prej tyre që edhe nuk na njefnin. Si ishte fillimi pastaj në Suedi? Si t'u duk Suedia si dallimi mes Strugës edhe vendeve tona, si t'u duk shqiqimin e parë, për shembull, për ka këtë? Por mu duk shumë e veçantë. Nuk është dallim shumë i madh nga Zvicra, ku kisha qenë më përpara, por ishte pak më ndryshe, ishte pak e veçantë dhe normalisht unë e gjeta sofrën shtruar, unë e gjeta, domethënë, e fejuara ime ishte këtu, vëllezërit e saj, edhe kështu që unë hyja nga një, domethënë, hyja nga një derë tjetër në këtë vend, edhe isha gjithmonë me ngut, edhe unë isha gjithmonë me ngut që ti krye atë që kisha për të kryer, të hyj në gjuhë sa më shpejt, krahas punës, për shembull unë punonja në hotel, në hotelin Europa, aty në Göteborg, aty ku erdhi Michael Jackson në vitin 1989, në Göteborg për të parë. Edhe krahas asaj unë shkonja në për kurse, dhe si kreva kurset, atëherë filloi me një ritëm tjetër jeta, edhe duhet të përgatitem nga ana teorike dhe praktike për t'i bërë treguar në Suedi edhe një herë që kam bazë për ta nostrifikuar kompetencën time formale nga Kosova, edhe përveç asaj edhe të ekzistoj ekonomikisht, kështu që unë i punonja krahas si përkthyes, si mësues i përkthyesve, si unë kam qenë në komisionin për provim të autorizimit shumë vite, një 15 vjet a më shumë, kështu që kam bërë punë të tjera, të cilat po ashtu më kanë zhvilluar. Edhe pastaj erdhi dita që unë punoj si mjek me licencë, sepse në fillim ti duhet i kryesh të gjitha ato provimet, që nga 10 janari i vitit 1993. Që atëherë, pastaj specializimin e parë e kreva në vitin... Do të thotë shumë shpejt, por nikosh jo dhe gjatë, për 5 vite, apo? Ke marrë licencën për të punuar? 1992, po. 5 vite. Si ishte gjuha suedeze? 4-5 vite, më të naspet. Edhe më falë, qëndrimin, si ishte puna e qëndrimit? Qëndrimi ishte si lidhje familjare. Okej, do të thotë nuk e pas probleme, nuk e pas të lashëm? Nuk kam pas probleme, po ishim gjithmonë në dyshim, mos është një martesë taktike edhe njërën tjetrën, kështu që i kaluam ata edhe unë nuk e çonja mendjen, po pastaj kisha hallin edhe si të vendosen edhe prindet. Është një fat i madh kur nuk e ke barë qëndrimin këtu, sepse zakonisht ne që kemi ardhur prioritet ka qenë qëndrimi. Që të mund të studiosh, që të shkosh. Po pra, për të integruar pastaj në këtë shoqëri. Dhe gjuha, si t'u duk gjuha në atë kohë? Gjuha ishte e vështirë dhe vështirësia qëndronte aty se unë i kisha mendimet vinja nga universiteti, duhet të binja në nivelin e klasës fillore, do të thënë parashkollore, si 6 vjeçar. Edhe ato probleme i kisha mirë, por pastaj me njerë arrita në një nivel tjetër, kështu që unë arrita kompetencën më të lartë të përkthyesit, edhe me shkrim, edhe me gojë, edhe me atë kompetencë speciale, sepse gjuhët janë interesimi veçantë. Unë kam punuar shumë në jetën time me gjuhë, edhe pse kam zgjedhur mjekësinë si profesionin tim. Gjatë asaj kohë, deri në kohën e luftës 98-99, kanë ardhur shumë shqiptarë. Natën e kryesisht, natën e. Ke pas kontakte, keni zhvilluar aktivitete. Vazhdimisht.
keni bërë Vazhdimisht. protesta, keni Vazhdimisht. dërgu të holla poshtë. Po, në gjithë ato kemi marrë pjesë. Unë e di se unë njerë u detyrua punën e parë në mjekësie që të tregova që në janar të 93-shit e kisha në Sefle, në Värmland, edhe në Karlstad. Edhe kështu që unë isha afër kampit të refugjatëve, edhe kështu që luaj një futboll dhe pastaj domethënë ato përvjetoret që ishte ai fondi i parë një herë që ishte 3% në fillim. 3% do të thotë pastaj me lidhja thret. Pastaj në lidhja thret më vonë. Domethënë isha në për të gjitha ato kemi marrë pjesë. Në gjithë kemi marrë pjesë. Ku të shkosh ti i takon atij komuniteti edhe nuk e dinim domethënë gjë në fund çka ndodh. Po kam marrë pjesë në disa projekte të tilla. Më shumë për grumbullimin e ndihmave mjekësore, me kontaktet që i kisha unë. Nuk kisha i krau politik, si të thuash, nuk kam qenë militant, por kam kontribuar me atë baza vullnetare, sikur se shumë të tjerë, do të që shumë kanë organizuar, kanë mbledhur, kanë dërguar. Pastaj erdhi lufta në Kosovë në 98-99. Sa ka qenë e vështirë gjatë kohë? Ishte kohë e vështirë. Nuk ishte lehtë, ishte një kohë shumë e vështirë për ne. Ke fëmijë të vegjël, atje bëhet luftë dhe nuk di se si do të zhvillohet, asnjë nuk e ka ditur. Edhe është interesant kur e mendon se tash po i afrohemi përvjetorit të pavarësisë, edhe ishte e ngjajshmje kjo puna e zgjidhjes së çështjes së Kosovës, një lloj si çështjes së Shqipërisë në atë kohë, aq e pasigurt ka qenë, domethënë jemi hedhur duke parë atë si s'ka rrugdalje tjetër. Edhe si në rastin e parë që ishte puna e Austro-Hungarisë, ku mbështetën fillimisht, ashtu ishte tash puna e Tazame Amerikës fillimisht. Edhe fati i ngjajshëm në atë kuptim. A ka qenë e vështirë gjatë kohë? Ne kemi qenë në Kosovë, unë kam qenë në Kosovë, po sa ka qenë e vështirë që t'jetosh këtu edhe të shesh televizorin për shembull për çdo ditë që bëhet luftë. Shumë e vështirë. Ti ma kujton sot mua. Aspekti njerëzor, njeriu ishte jashtëzakonisht e vështirë. Na kanë shkuar shumë orë para televizorit që sot po ta di njeriu se çka ndodh dhe si do zhvillohen ngjarjet, nuk do të humbi gjithë atë kohë para lajmeve, por ajo të tërheq. Pastaj unë kisha edhe prindët, edhe ata ishin gjithmonë të interesuar që të në çdo çast ta kuptojnë se ç'po ndodh dhe duhet të t'ja përkthesh dhe duhet ta ndjekin. Fëmijët u angazhuan, fëmijët filluan të vizatojnë tankse, kështu, do të thënë vizatimet e luftës, nuk ishte një kohë shumë e vështirë se kur inkuadrohen fëmijët ajo është psikologjik. Shumë. Aspekti psikologjik sidomos shumë ka qenë. Edhe pse rriteshin këtu, mendjen e kishin atje, edhe pse nuk kishin një pasqyrë të qartë se fëmijët e mi u lindën këtu edhe nuk janë, edhe pse unë kam studiuar në Kosovë, ata nuk kanë qenë, nuk ishin në atë kohë, nuk ishin qenë në Kosovë. E vështirë, e marr pak a shumë me mend sepse unë isha gjatë kohës atje poshtë, por madjen e di sa ka qenë përveç ne kemi pas edhe aspektin fizik, por ju vetëm e keni pas në aspektin psikologjik, do të thotë. Në ato vite më kujtohet, më thirrri një nga si një që i thon resurs person i thon këta në Suedi, domethënë që një person që mund të flasë me refugjatët, më morën mua në Helsingborg një moti atëherë, duhet të ketë qenë në ato vite kur para lufte. Edhe po flas me njerëz dhe më kujtohet ai njëri kur atje luftë, familjet i kishin atje, këta kishin ardhur, edhe u të bum në komunë aty diku edhe po flasun me ta, këto aspektet më shumë psikologjike që më pyet ti. Edhe ai njëri tha një fjalë që unë e kam shkruar në një nga vjershat e mia, të asaj kohe. Tha, na ka qelluar shpina ma e butë se barku, sepse kjo ndihma nga Shqipëria ashtu ishte gjendja, nuk kishte Shqipëria që të ndihmonte më shumë. Edhe kur e tha atë fjalë, një metaforë shumë të bukur, ishte e dhimbshme, shumë e dhimbshme. Sa është e vështirë? E kemi tu sigurisht fatin e pas ke pas që ke ardhur këtu e bashku me
bashkëshortën tënde, pastaj prindët tu. Mendoj që pastaj integrimi e lehtëson jetën e mërgen. Po. Mendoj jo shpesh raste ka të tilla, sepse zakonisht shumë njerëz kanë ardhur edhe kanë pas shumë vështirësi me marrjen e qëndrimit, pastaj integrimit, pastaj domethënë punës e shumë gjanave tjera. Duket si me fat si e ndjehet gjatë këtyre viteve me jetu në vend të huaj. Si e mendon ndonjëherë mallin për atë dhajon? Por Është e lehtë. malli është e lehtë, është e mundur, kur je shumë proaktiv, kur jeta ka kuptim këtu, do të thënë krijon familje, kujdesesh për familjen dhe zhvillohesh në kuptimin profesional, integrohesh në një mënyrë tjetër, atëherë ke shumë lehtë. Gjithmonë malli e ka të vetën, po siç e di, unë e kam poezinë e kam pasur këngën, poezinë, vallen, bisedat me të tjerët, edhe pastaj normalisht jeta tjetër është përditshmëria suedeze dhe këtu edhe energjia më e madhe e njeriut është në kohën e tashme, nuk mund të jetosh ti në të shkuarën duke edhe ti jesh në vendin e punës këtu. Unë kam pasur shumë obligime, shumë nuk jam i vetmi, sepse kemi shumë tash për fat që kanë profesione të ndryshme dhe që përpiqen të depërtojnë në të, por për këta brezat që studiojnë këtu, është lindin edhe studiojnë këtu, është më e lehtë, e din sistemin, kurse për ne ishte, duhet fillosh që nga gjuha, edhe ishte unë kisha vazhdimisht punë që nuk kisha unë fort kohë të mërzitem. A ka ndikuar edhe profesioni ndoshta që ta ka lehtësu këtë rrugë? Po sigurisht se unë gjithmonë në mjekësi kam qenë nuk është e lehtë. E kam pas këtë po nuk është e lehtë, unë e kam pas këtë degën shpirtërore, domethënë si mjekësi aspekte psikologjike të mjekësisë. Edhe kjo më ka ndihmuar se gjithmonë kam menduar si t'i ndihmoj njerëzve në atë fushë. Edhe normalisht njeriu duhet të ndihmoj vetvetes një herë për të mund të ndihmoj të tjerë. Pavarësisht, që na kemi ardhur, mendoj që çdo intervistë që kam pas deri tani me mërgjimtar ka rrëfime të ndryshme, interesante, sa dhe dëmshme, por ka një diçka të përbashkët, që shumë gjithë kanë dalë pa dëshirën e tyre nga vendi, nga vetlindja. Pastaj gjithë kanë një shpresë që një ditë do të kthehen. Pastaj kam pas gjithë vështirësitë në integrime. Edhe fati i pjesa është që kanë pas mundësi më integru lehtë, edhe unë mendoj sa më shumë që të integrohesh në një shoqëri të huaj, këtë rast Suedin, është edhe me gjini më e lehtë. Po. Sepse bësh pjesë pak a shumë e kësaj shoqërie edhe ke me çka mirësh, ke mundësi që ta shfrytëzosh kohën edhe mundësi që kanë këtu, nuk ke kohë shumë me mendu. Po. Pse jam këtu? Ose ku do të jam je më pozitiv. Pastaj mundësitë këtu që janë që të krijojnë me bën jetë në gjitha aspektet, të bëjnë mundje më rahat, jo ndoshta me mendu vetëm se kur të shkojmë punë të mirë e ke më lehtë të përshtatesh. Vërtet, po. Ne nga ana social psikologjike i kemi një 3 nocione në këtë aspektin e integrimit. Domethënë integrimi është ajo idealja në kuptimin që të mos e humbish qenësinë tënde edhe ta marrësh të mirën që të jep vendi dhe të respektosh mikpritjen, të respektosh ligjet e vendit. Edhe mirë po për arsye të ndryshme, kur dikush për shkaqe të veta psikologjike nuk arrin, është në një dilemë të fortë, atëherë mundet ai person të marrë një që ne e quajmë në vend të qasjes integrative, merr një qasje disimilative, i themi ne, do me thënë që sikur është në kundërshtim edhe me rrethin ku jeton. Është në kundërshtim edhe me vetën, si të thua, është për atë arsye. Edhe pastaj ka edhe një nocion tjetër, që quhet që është asimilativ. Ajo është një përshtatje false, si të thua, kështu, se
personi bëhet kinse, domethënë, e ndron emrin ose mbiemrin, i ngjyros flokët, i ngjyros ndoshta edhe vetullat pagës me kuptohet që të duket sa më suedes, e të prova pak, por në këtë as kjo është ana asimilative. Edhe tash neve duhet kemi respekt për të gjithë. Normalisht ajo integrativja është që personi ndihet se nuk është integrative vetëm në vend të huaj, po integrative është edhe në jetën e secilit. Integrimi është diçka që ne vazhdimisht e bëjmë, sepse ai që kemi qenë para 5 vjetëve apo 15 vjetë nuk kemi sot, edhe gjithmonë duhet të integrohen të gjitha përvojat tona jetësore. Si ishe shqiptarët përgjithësi këtu? A kanë këtë integrim në shoqërinë suedeze? Unë mendoj që pjesa dërmuese që kanë ardhur në moshë pjekur me familjar gjatë para luftës, gjatë luftës, pastaj, mund të them një pjesë e vogël pas luftës, për më shumë çështje ekonomike, nuk ka qenë lehtë integrimi deri në kohën kur fëmijët e tyre rritani. Sepse qëllimi kryesor ka qenë për kanë ardhur ata natyrisht marrja e qëndrimit, pastaj ana ekonomike, me punu, me dërgu tolla në Kosovë, me ndihmu familjes, njëjtën kohë edhe shteti më zhvillu. Mendoj që ka qenë vështirë edhe si ishe të shqiptarët, a mendon që janë integru shoqërinë suedeze? Integrimi i shqiptarëve është një fenomen heterogjen, se shqiptarët janë heterogjen kudo që janë nëpër botë. Shqiptarët nuk janë të gjithë njësoj, nuk i kanë parakushtet e njëjta. Nëse për shembull të vjen një që vjen nga, nuk është puna vetëm mendësia e e familjes, ruajtjes familjes e klanit njërën tjetën, ato mekanizmat e mbrojtjes së së vjetrës, nuk është vetëm ajo në pyetje, por janë shumë gjëra, siç janë familjare, historike, edhe disa gjëra janë edhe si komplekse kanë mbetur, edhe në mes nesh. Për shembull, ne nuk mundemi, ai heterogeniteti vjen në shprehje kur ne tubohemi për me bashkëpunu në një shoqat. Edhe aty duket, aty menjëherë dalin në pyetje. Unë me një fjalë do kisha thënë që për këtë pyetje, mbi këtë temë duhet të bëhen shumë doktoratura. Shpresojnë që këta të rinj të bëjnë doktoratura në si antropologjike, kulturë specifike edhe të aspekteve historike të shqiptarëve, sepse neve i kemi nga njerë ato si thuash, i kemi disa të dyfishta i kemi këto qëndrimet tona. Nga njëra themi një gjë, mirë për nuk jemi aty për ta mbajtur atë. Ja tash jemi në vigjilje të kongresit të manastirit. Edhe e psheti plot është Facebooku ta zëm me gjua jonë sa e mirë, sa e amër kjo, ajo flamuri. Mirë po, nuk punojnë për të njëjtën. Nuk punojnë në realitet, për pak duhet që të bëhet më mirë. Edhe unë nuk e kam fjalën aty që të mos flasin. Nga njerë mundohen të asfaltojnë gjuan në vend që folë, orti natyrshëm, fole tënde. Normalisht që ka situata kur duhet me shkrim të shpresh që ti do në gjuhën e njësuar. Mirë po, ti të folme në zakonshme, nuk është puna të e folmja dialekti geg është shumë i ëmbël. Por problemi është që nuk i ngatrojnë qënë me qënë, gjënë me gjëne, i ngatrojnë me shkrim. Po, edhe kryesisht është njerëz paka shumë zyrtarë, qoftë gazetarë. Po, të gjithë. Kjo është, mendoj që është problemi kryesor, sepse ata profesioni tyne i japë edhe përgjegjësi edhe janë në një farë forme institucione. Kështu që institucionet kur çalojnë dikon qytetari është shumë ma lehtë me çalu edhe mos me u zhvillu gjua. Ky është një aspekt, normalisht që shteti, institucionet duhet të bëjnë pak më shumë, por kjo është diçka që ka lidhje me shkollën. Edhe tash, nëse kur e shohim këtë që ekziston si fenomen, kaq breza kanë mësuar gabim, domethënë mësuesit nuk e dinë, se po ta dinë mësuesit atë rregull, një rregull ta zëm sintaktor, normalisht që do të dinë edhe të tjerët. Domethënë, problemi është që ne e kemi një vesë kudo që të jetë që nuk e përmirësojmë edhe kur është për pak, edhe po ti thot dikush edhe më keq.
Kështu që kemi nevojë në shqiptar. Pyetja jote ishte shumë Unë delikate. ngushëllohem, pavarësisht që më pengojnë shumë gjëra edhe mu, por ngushëllohem gjithmonë me arsyen se jemi shoqëri e re, jemi në tranzicion edhe diktatura, lufta, lojnë pasoja. Pastaj integrimet, mendoj migrimet e dhënshme, nuk mund, unë kam pas rast kur taku ndonjëherë ndaj Suedez ose tani kohës fundit ishte edhe një David Philip, tani kam librin e tij këtu, e takova, edhe pi tregoj thash kam ardhur nga diktatura, nga lufta, tani edhe në Suedi në mënyrë jo të dëshirueshme. Thava atëherë tash shumë e vështirë. Atë kështu pak a shumë e ngushëlloj vetveten nga herë them, okay, po ka dalë të pak. Kemi pa diktaturë, pastaj luftë, pastaj erdhën migrim, detyruam me largu nga vendi për arsye të ndryshme, qoftë para luftës politike, siguri, pastaj ekonomi. Okej, pyetja është sa po di me mësue me ndryshu, jo pse po gabojmë. Se mund gabon njeriu në këto situata të tilla, këto epoka të shkaq vështira që sjell, por sa po di me mësu. Këtë rast me marrë nga Suedia, dikush nga Gjermania, pastaj në Kosovë, sa po di me mësu me zhvillu sa më shpejt. Po, unë aty kam një mendim timin, ndoshta është pak më ndryshe, se ne nuk mund të fshihemi më pas historisë. Jo, absolutisht jo. Ne nuk mundemi të fshihemi, Jo. ne nuk mund të themi që na kanë bë kështu Jo, absolutisht. ose na kanë bë kështu. Neve tash historinë duhet me pranu ashtu si ka qenë, edhe mos u mirësh me ditë, por mos u merr atje, energjia duhet me qenë qysh me mos me ngec, qysh kemi ngec përpara. Edhe ne problemi ynë është ky sepse neve nuk punojmë. Në fjalë ti kemi, por nuk punojmë. Në qoftë se flet një huaj, tash kemi ardhur këtu ta zëm 40 vjet përpara. Edhe ai të thotë, të lutem, nuk mund të flasish më ti se çka ke pas. Ke pas 40 vjet që ke qenë në Evropë. Po, absolutisht po. Ke pas shans. Nuk e ke shfrytzu, më vjen keq ti je në një rang tjetër. Edhe nuk të merr në dorë Evropa në qoftë se nuk je të dish hallin vetes. Kemi mundësi me ndryshu. Kur e kam filluar podcastin në fillim, e kam shkruar në Facebook. Nuk kam dëshirë me u anku, as me u krenu pse jemi shqiptar. Ne do të flasim në të vërtetë. Edhe kjo është, edhe prandaj edhe thash që ne mund të arsytojmë pse nuk dim, po nuk mund të arsytojmë pse nuk dojnë me mësu tani, edhe me ndryshu. Nuk është arsye që te të ankohemi të thojmë valla kemi qenë kështu, kemi kështu. Unë nuk arsytoj këtë, po në rast se gaboj ose sim në nivel me një suedez me moshën time, i them këto janë pasojat e mia. Po unë do të mësoj tani, unë do të ndryshoj tani. Për çdo ditë do të shfrytëzoj këto mundësitë e suedisë që mi ka ofruar dhe njëkohësisht do të bëj atë çfarë mundem për vendin tim. Evropa nuk ka përgjegjësi të na i shëroj komplekset tona. Ato duhet i shërojmë vetë. Po pra, e vërtet. Kurse ne kjo është temë e gjerë, po ne kemi komplekse të pashërume. Me njerë hynti në ku bëhet debat diku me shkrim, me njerë e kupton sa është sahati. Ky është shqetësimi im në lidhje me pyetjen që më bërë. Po këtu në Suedi, si mendon fëmijët të shqiptar, sa po japën lehtësi gjuhës, edhe pse është i ofrohet kjo mundësi nga shteti? A mendon se është e mjaftueshme çfarë bëjnë shqiptarët për të mbajtur gjuhën? Mirë është një gjest i mirë nga shteti edhe për fëmijët, për familjet tona, edhe aty shfrytëzohet kushsi, do të thënë atë rëndësinë që je jep kushsi, dhe unë mendoj që më në fund dominon gjuha e vendit ku jeton, kudo që ti jetë nëpër Evropë apo nëpër botë, edhe ne, fëmijët tanë, kanë mangësitë e vetë. Disa janë më të prirur, varësisht se cilën e kanë traditën familjare dhe cilën e kanë, dikush nuk do të futet shumë në atë, nganjëherë kanë edhe si një protestë pak ndaj nesh, sepse fëmijët tanë këtu mund të përparojnë më shumë në qoftë se ne nuk jemi të ngecun atje edhe mbulohemi me flamur kur s'dim çka me bot tjetër. Edhe fëmijët tanë demoralizohen pak me ne, po s'kan me na bazë sepse munden me na lënë. Duhet me i lënë fëmijët që ta zgjedhin udhën e vetë dhe të bëjnë sa është e mundur ta shfrytëzojnë rastin në këtë vend ku nëse ti tregohesh se do me studiu, do me përparu ose do me u bë një afaristi i njohur, këtu e ke shanse. Edhe unë nuk e shoh
her pas here, ndoshta jo të rëndësishme gjuhën sa e bëjnë të tjerët, ma shumë se sa studimi, edukimi, zhvillimi i çdo individ, sepse ne kemi ardhur gjithë shumë njerëz kanë ardhur mbi moshën 30 vjeçare këtu dhe kemi mësuar gjuhën suedeze. Edhe ata do të mësojnë gjuhën shqipe pa dyshim. Po rëndësishme do thotë me qenë i lidhur me vendin, edhe pse gjuha është identiteti ynë, por nuk e shoh shumë aq problem pse ndoshta nuk mësojnë shqip një pjesë e fëmijëve tanë për faktin se mos pa asimilohet. Nuk është asimilim, edhe me gjuhë shqipe mund të asimilohet dikush. Edhe ka me dhe që ka dhe prej shqiptarëve që janë asimiluar edhe me gjuhën, edhe pse flasin gjuhën shqipe në një farë forme. Që nuk e shoh shumë ndoshta të rrezikshme në rast se edhe fëmijët thonë nuk i rrin gati shumë gjuhës, përderisa ne neve nuk duhet të kemi shumë frikë për fëmijët tanë. Po, Se në qoftë se ne ulemi edhe lexojmë një libër, lexojmë gazetën ose na shef fëmija që kemi libra shqip, fëmija gjithmonë e di se çfarë duam ne, edhe fëmijët janë të lidhur me ne. Kështu që nuk kemi përse të frigohemi. Kurse punën e asimilimit për shkak të brezave gradualisht, për shkak të martesave të përzira, aty nuk mund të ndihmojmë ne. Kështu sa patriot të jemi. Kush e di gjithë ballet e murit me flamuj shqiptar të kemi, kur fati do të çoja të marrë një të kombi tjetër, ti normalisht ajo gjë do ndodh. E kupton, nuk mund ta ndalosh. Edhe e kemi provuar deri tani. Kështu që ka një asimilim që është i natyrshëm, nuk është asimilim në kuptimin e mohimit tëndes. Se nëse dikush e mohon edhe hyn në atë që tham, hyn në atë modelin disimilativ të qasjes integruese, atëherë ai person ka probleme me integrimin në familjen e vet. Edhe normalisht me respekt për të edhe për familjen e tij, nuk është problemi as te mësuesi, as te tradita, as te Suedia, po është diçka tjetër që është kryesorja. Unë më shqetëson diçka tjetër. Thëmë, ma shumë do të na shqetësoj që vendet tona të zhvillohen më shpejt, e më mirë, e mos na shqetëson asimilimi i shqiptarëve në për Evropë. Se vetë fakti që kemi ardhur këtu, edhe mund të ndodhë një gjë e tillë. Por si të japëm rëndësi vendeve tona më zhvillu, që do të thotë mos detyrohen, mos ndjen të detyrueshëm rinia të jetojnë jashtë nëse ata kanë dëshirë të jetojnë në vendin tonë. Pastaj sikur këtë bota, edhe na. Nuk mund të mbajmë gjithmonë kurse gjuhës edhe protesta e shoqata si para luftës, si në luftë, si pas luftës, ne të vazhdojmë me të njëjtën metodë për treguar se na jemi kështu. Po në qoftë se ne, si thua ti, kujdesemi për vendin ton, edhe jemi të interesuar për rrjedhat politike atje, edhe kemi projektet tona tash pas kaq shumë vitesh, se njeriu kur është 30 vjet në 10 të huaj, ai ka një projekt, ka një buxhet me të cilin mund të shkojë të startoj diçka. Në qoftë se vërtet jemi aq adhetar, atëherë nuk do të ketë problem. Tamam si e the ti. Po problemi, ne nuk jemi aty pse? Sepse ka iniciativa të ngjashme dhe normalisht në aspektin komercial ti mund të zhvillosh diçka. Mirë, po në kuptimin e mendësisë për të krijuar një platformë më të shëndosh për zhvillim kombëtar, aty lypset diçka tjetër. Lypset që populli mos e çojë energjinë aty ku s'duhet, sepse ne mund të shkojmë ne edhe të dukemi sikur jemi amerikan kur shkojmë verës atje. Po ajo është e përkohshme. Pastaj duhet me mbledh valixhet edhe me ikë edhe përsëri le vendin tonë. Domethënë, ne nuk kemi arritur qëllimin kryesor që për dekadat e para jashtë vendit, për atë vend për të cilin jemi përpjek aq shumë, nuk jemi. Pse? Sepse askush nuk shkon të punoj me projekte të veçanta të shohë se ku na shkon energjia kot. Energjia na shkon kot te mendësia e përgjithshme ku njerëzit kanë, ti e shikon në një debat e kupton që sa mosmarrëveshje ka, sa keq kuptime ka, edhe sa ndryshe i shohin njerëzit gjërat. Ato nuk është që e vërteta mund të jetë larush, por puna është që njerëzit nuk kanë koncepte, nuk kanë botë kuptime kryesore. Edhe gjithsa s'ka botë kuptime kryesore, ai vend nuk mund të marrë një iniciativë të shëndosh. Edhe atëherë ç'bëjmë ne? Ne shkojmë edhe ikim. Ata shumë, me që tani je shumë vite këtu në Suedi,
e ke mendu sigurisht dallimet si popull që jemi, çka na dallon më shumë? Sa jemi edhe në aspektin e adetarizmit, na dallon shumë si duhet, sa jemi të afër me Suedez për shembull, ku dallojmë, çka dallojmë si njerëz, si krijesa që jemi. Për shembull, në këtu jam qisa vite, nuk dëgjoj shumë ka flasin për histori, por e bëjmë punën e vet, paguajnë tatimin, respektojnë ligjet, gjyqtari i thjesht. Jo gjithmonë gjithë duhet dim për histori, jo gjithë flasin për politikë. Po. Si i shet çto dallime? A mendon se na duhet më u zhvilluar me dëshu shumë apo jemi në rrugën e duhur? Po ne kemi shembuj këtu. Kemi shembuj historik, po edhe shembuj të mëvonshëm. Për shembull, të këto partive që ngritën krye kohët e fundit këtu. Këta janë popull që e kanë demokracinë si një sistemin demokratik, se po dole nga sistemi demokratik bëhet anarki. Këta janë, domethënë, këta kanë dituri në atë aspekt. Edhe pse nuk i pritesh te këtyre, që gjersa për shembull që ajo partia që u bë parti e re dhe që zuri fill për të shkaktuar një farë balansi, se po ndodhte diçka, mirë po këta patën durim. Patën durim edhe tash qeveria e zë lepurin me qerre. Tash i shkojnë ata në mënyrë legale i bëjnë domethënë për ta krijuar balansin në atë që duan, si për ta ruajtur traditën e vet sa është e mundur. Atë që ka bërë Suedia në shekuj, mos hym në për shumë gjëra tjera, është një për të përmendur, që i thon këtu nykterhetsrörelsen, domethënë ajo lëvizja popullore për uljen e alkoolizmit si fenomen shkatërrues në shoqërinë suedeze. E tashi, ajo shoqëri lindi nga nevoja e madhe. Edhe unë mendoj që ne duhet të mësojmë nga ata, edhe të bëjmë një lëvizje jo për moralizim që jemi të parët, edhe as me flamur, se flamuri e ka ditën edhe kohën e vet kur duhet të përdoret, por me punë, se ata e bën, suedezët ishin në krizë të madhe kur i vdiste një fëmijë në atë kohë, edhe ata thoshin mbetën pare tepër për një shishe raki. Gjëra ty erdhi ironia, tregojnë këta vetë. Kështu që neve na duhet të jemi si suedezët, të bëjmë, të mos flasim me dy gjuhë, po të flasim me një gjuhë e t'i themi njëri tjetrit të lutem, kjo është për të mirën e të gjithëve, edhe neve nuk mundemi të flasim, ta kthejmë domethënë gunën nga frynera. Neve duhet të punojmë si punon Evropa, për ndryshe e po e gënjejmë, po e rrejmë njëri tjetrin. Ti kthejmë pak vendlindjes, sa ka qenë koha me e gjatë kur ke dal nga strugat që nuk ke mujt me shku në strug, vendlindje? Me kohë gjatë? Ishin fëmijët e vegjël, kur ishin fëmijët e vegjël edhe ishte kohë e luftës, edhe ato edhe normalisht ke obligim për fëmijët, atë nuk mund t'i çosh në një vend ku nuk ka siguri. Edhe pse kemi qelluar, na çonte puna, kishim edhe barikada se atje ndodhen edhe më vonë në Maqedoni. Kështu që nganjëherë kishte disa vite që për shembull mund të ishte ta zëm 3-4 vjet që s'kisha qenë fare. Mund të ishte. A ka qenë e vështirë në atë kohë? Çka ose edhe tani? Ka diçka që të kujton vendlindja? Çka të mungon? Çka ke nostalgji ndonjëherë? Më shpesh. Nuk e di, kjo është ndryshe te personat të ndryshëm, besoj unë. Unë për mua e kam vendindjen me vete. E kam si veç e shoh para me, unë jam në kontakt të vazhdueshëm me ta, edhe jam përpjekur të kemi vazhdimësie, të bëj diçka që më mban mua të lidhur me ta. Ti mbaj para së gjithash, ti mbaj ato shenja që janë, domethënë të varret edhe një shtëpi, rënoja, të kujdesesh për vendin, edhe të kesh kontaktin me njerëzit. Unë, sidomos në këtë kohën e Facebookut, internetit, unë i mbaj gjë më e mirë është që neve mund t'i mbajmë kontaktet me farefisin. Edhe unë përpiqem t'i mbaj sa t'jetë e mundur, edhe ajo më mban mua gjithmonë në kontakt me vendlindjen. Unë nuk e ndjej atë. Në këtë kohë nuk ka shumë mall në atë kuptim siç ishte dikur. Si njerëzit që shkojnë në misira, por ata të hershmit në Amerikë ose dikush në Australi. Sot i ke me njerë ta çon ai një video edhe ti e sheh se ç'po ndodh. Po.
ç'po ndodh atje në vendin tënd. Pavarësisht kësaj, unë për veti kam pas pjesërisht vështirësi me jetu në Suedi dhe akoma ndoshta herë, por edhe kam taku shumë. Kam taku shumë do të thotë, edhe dallimin shpesh pastaj e shoh edhe me shqiptarët nga Shqipëria që janë. Duket se ata ma lehtë e përjetojnë edhe pastaj ma shumë integrohen në një farë mënyrë apo tjetrën. Na kosovarët, sikur emocionalisht jemi shumë atë lidhur për Kosovën edhe akoma po vazhdojmë me jetu me atë emocione, me ato... Nga aspekti, është një aspekt psikologjik, nuk është krejt e vërteta, por në një aspekt psikologjik, ta zëm vendlindja, ose ta zëm Shqipëria, Kosova, vendlindja, është nana. Do me thënë që njerëzit si e kanë atë mallin për vendlindjen, ajo është gjithaj ai mall që e kanë për nanën. Edhe si e kanë përpunu relacionin me nanën, si e kanë mbajnë nanën në zemër, ashtu e kanë lehtë, nëse e ke nanën në zemër, ashtu e ke lehtë e mban edhe vendlindjen në zemër. Do me thënë, mëmëdheu edhe mëma janë normalisht edhe baba, por nana është ajo më kryesorja. Por më duket në aspektin politik, politikanët na kanë zgënjur shumë, edhe po vazhdojnë fatkeqësisht na zgënjur shumë, sepse tash duke marrë parasysh për këto vite që jetojmë këtu, ne e shohim se si punohet edhe çfarë do të thotë tatuash atë jon. Edhe ndonjëherë kemi biseduar edhe me ata nga Shqipëria, siç thash, mes shok që kam, sikur janë zhgënjur me politikat e tyre, me politikanë në Shqipëri. Edhe të ne akoma po vazhdon një shpresë, edhe pak. Unë të shoj që edhe të ne në rast se humbet që ke shpresë, edhe ne ndoshta nuk do të mendojmë fort për Kosovën tonë. Për shkak që politikanët tonë nuk janë ka punojnë si duhet, edhe pastaj normal që... Po sigurisht, fëmijët që rriten këtu, brezat që rriten këtu, janë tash 30-40 vjeçar, më kupton? E ata normalisht që e kanë nënën këtu, nuk e kanë atje. Për ne që e kishim nënën atje, ajo është ndryshe, është ai mall dhe ajo simbolik. Në kuptimin e kësaj me politikë dhe me ardhmëri, ne e dim, në një nivel ne e dim brenda shpirtit ton se Kosova dhe Shqipëria do të bëhet ashtu siç ka qenë, siç është bërë dikur. Sa e ka bishtin lepuri, sa jati. Neve kemi fjalë të mëdha, por për ta bërë atë për t'ia zgjatur bishtin lepurit, duhet diçka jashtëzakonshme të ndodhë. Edhe ende neve nuk jemi, te neve po ndodhin ndarje. Në ndarje politike është një gjë ndarja politike. Po ndarja edhe keq kuptimet religjioze, sepse neve nuk kemi definuar fen, edhe për ato e kemi lejuar fen të na ndajë, sepse neve faktikisht ato gjërat elementare nuk i kuptojmë, edhe nuk del asnjë nga akademia të thotë o njerëz, kjo nuk duhet të flasim një përgjithësisht për fenomenin si të tillë, pastaj është ajo se kush ka, jo të mirë me ne që ti e prishe shtetin apo ti e mbrojtë shtetin. Kur nga ana politike, me këtë që kemi hyrë tash pa emrat e tij, po me këtë regjimin e ri që kemi në Kosovë tash me këtë kryeministin e ri, mua më ngjan nga një aspekt si ajo periudhë që e kishte në një formë tjetër kuptohet, po si periudhën që ju desh Shqipërisë në kohën e diktaturës. Nuk them tash që kryeministri ynë është diktator, jo, po neve kemi nevojë për një që të na vërë në udhë, më kupton? Edhe shpresoj që ai vërtet të na vërë në udhë, unë nuk di më tutje. A për Ramën, për këtë të Shqipërisë, ajo siç duket tash kur e shef njeriu pas kaq vitesh, ashtu i do mush ka drut. Po të ishte që Shqipëria do meritonte ndonjë tjetër, atëherë studentët do të bënin atëherë, po ti e pam vetë që lëvizja studentore ra. Do të thonë që që kemi kalemin. Kur do të jetë ndryshe, do bëhet ndryshe. Tash për tash kështu. Me që jemi këtu edhe do ta përmendojmë shpejt, a mendon se duhet na lejohet me marr pjesë në votime në Kosovë? Ka zëra që një pjesë tonë nuk bën, një pjesë tonë duhet patjetër të marrim pjesë në zgjedhjet në Kosovë.
Është pyetje vështirë për mua. Unë një nuk jam nga Kosova, por jam shumë i zjarrt për Kosovën, shkaku që kam nipin kosovar, edhe kam studiuar në Kosovë normalisht. Po unë mendoj që në qoftë se u jepet të gjithëve njësoj mundësia, jo të bëhet si, domethënë për disa kështu e për disa kështu. Në qoftë se të gjithëve jepet mundësia, pse jo? Jemi në botën e digitalizimit, ti shkon identifikohesh e rregullon. Nëse teknikisht mund të bëhet, jo të bëhet si një mundësi manipulimi. Sepse neve ka manipulim. Ai manipulim ka edhe në Evropë, po jo në këtë mënyrë, si te ne. Edhe ne pastaj pa u skuqur fare, flasim për patriotism. Çfarë patriotizmi? Ne veti lëm politikanët të na manipulojnë. Pse? Sepse në qoftë se është për interesin tim, domethënë ne kemi respekt për atë tjetrin që ka votuar për atë tjetrin. A neve duhet kemi respekt për çdo qytetar. Domethënë neve jemi në kuptimin moral, nuk jemi në nivelin e duhur për të pasur punët më mirë. E vërtet, a shkon shpesh në Strug? Ose në përgjithësi në Shqipëri, Kosovë? Tani lëviz shumë se në Shqipëri na shkohet, në Kosovë na shkohet, normalisht në vendlindje në Maqedoni, por edhe në Zvicër, se edhe Zvicra është bërë si një pjesë e shqiptarizmit. Unë shkoj në Zvicër, takoj shumë njerëz, kam takime edhe atje. Më thënë që unë tash jam në moshë, jam, si të thuash, nuk jam bashkë para pensionit, por aty afër, edhe dua që sa më shumë të jem në vizë. Ende nuk jam i kënaqur me atë që dua, por po të kem shëndet edhe... Orë që të bëhet ashtu, si ndjesh kur shkon në vendet tona, ndjesh i respektuar? Po, mendoj që... Ke kontakte të shumta? Po, unë kam kontakte të shumta gjithandej. Si mendon si na shohin na neve ata se kem zëra që mërkimtarët po ankontani edhe për Kosovë po thojnë nuk po na presin si duhet. Mendoj në qoftë se shkon e paguan hotelin, janë shumë të sjellshëm, domethënë çdo gjë është ashtu e lidhur. Mos më bëj të lashë të tjerëve. E për me të ftuar në kullën e vet, tash ajo kam vetë diçka raritet. Thuaj se kam po të gjithë kushtimisht hotelet e vet tani. Po. Po i bëjmë të lashë sikur më herët. Tash kullat janë me pagesë tash. Kanë me pagesa. Janë të mirë njerëzit. Puna është që ne mos jemi mendjemëdhenj, ne duhet ja dim hallin atyre. Gjithmonë ashtu duhet niset njeriu. Jo të thotë që unë kam ardhur nga Amerika ose nga... Po, normalisht. Duhet të jemi sa më thjesht, sa më dashur, jemi sa më dashur. Edhe mos jemi shumë patetik, se jemi pak tepër patetik. Po nuk jemi as të parë as të fundit. Si ne ka, edhe që kanë heq, edhe që i kanë shkaktu, çka si kanë shkaktu, domethënë që i dim në historinë e botës, çka ka bo Francoja atje, Hitleri këte, i tjetri ande, domethënë që duhet edhe ne të themi që fati i ishte ky, tash si të bëjmë që të mundemi ta ndryshojmë fatin që mos bijem. Shumë, po pajtojmë më me ty kështu, edhe unë mendoj kështu. Për fund, nëse ke diçka për të thënë, lirisht, që ke diçka me thonë përgjithësi, nuk po zgjell ndonjë pyetje diçka. Kjo ishte pyetja më e vështirë. Unë kisha pas shumë dëshirë pastaj me të falenderuar për kohën që kaluam bashkë. Shumë faleminderit. Unë të falenderoj që më ftove. Aty këtu edhe unë mora zjarr për disa tema që janë të mia, të cilat normalisht nuk mund t'i zhvillojmë të gjitha këtu. Shpresoj që në këtë qytet, në Boros, ku jemi sot, të kemi takime me shoqatën e këtushme, me aktivistët e këtushëm, se unë jam i përgatitur profesionalisht që të jap shumë për diasporën, jo vetëm në Suedi, por edhe domethënë kudo nëpër Evropën në radhë të parë. Edhe do të kemi tema interesante dhe temat do të jenë nga këto pyetje që mi shtrove ti sot. Falenderoj shumë. Uroj të kesh shëndet dhe shpresoj që patjetër që do të kemi mundësi që të bëjmë diçka edhe në qytetin e Borosit. Atëherë për të gjithë ju dëgjues, shikues, shqiptar ku do qeni, kjo ishte intervista e radhës, deri në intervistën e radhës, mirëmbëjtje e qofshi mirë ku do qeni. Okej. Më